Jo ndër saga që nisin e mbarojnë. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithve, përshëndetje dhe këtë hënë, sidomos ju që keni pas një vikend jo të gjatë, po të stërës gjatur, por cim, çka Edhe niva. këta që e kanë pas shkurt vikendin. Edhe dita e kushtetut, ata gjysmë përshëndetje. Edhe premtën, a? Premtën, është dita e kushtetutës, a i bjen të premtën me 9 maj. Jo, më Prap një vikend i gjatë. Ka Evropës, a çka thanë? E kushtetutës e Evropës u kry. Ajo nga u kam përzit qëta shpejt. Më thonë qatë shumë ditë pushimit, sa s'dia s'ka me thonë. Nëse diçka ka me rëndësi të premtën. Premtën ma lidhin, a? Po më nëpse. Kush s'ka mri me shku këtë vikend, shkon mirë me mri vikendin tjetër. Vikendi tjetër është do më thonë pak ma freskët. Pak ma freskët, nuk është po aqe mira. Nëse, për me të ngushlu pak, ka pas djesë kolona jo të gjata, po nuk di me ta spjegu, sidomos ata që janë këtu pri Ulqinit më dregun që kanë bo për mbi 9 orë. Dhe gjova njerëzve ju kishin dhim, do më thonë i kish dhim qafë njerëzve të najtë në vetur. Qatë që ju kam po. Nuk është puna asaj. Po më tregun që pri Ulqinit kanë bo më shumë se 9 orë për me arë në Prishtinë prej kolonave të gjata. Nëse pi qefit, jo nërë. Pak pri Ulqinit, pak pri Shqipnis, pak ne, du me thonë, ishin kalbur në bërvetur atje. Po për qaf ka shku. Po për qaf e kam pas. Mu po më vje mirë, du me thonë, gjitha ta që kanë mujtë me dalë me... Veç shëtetni, më vje mirë që i kena kushtet, i kemi mundësit, po i kemi energji në kohën, krejt. Shtu që veç shkoni shëtetni sa ma shumë. Kush mundet mirë, kush mundet rënqito nga këshu shtorjet. Ju që jeni në përvetura në këto momente, mos harroni me na tregu ku janë pjesë të ngarkuara, kujdes atë boksin e verdh aty që u bote rruga Agim Ramadani, kujdes, mos u mrrenin ta. Mos u mrrenin ta. Ka ishte një mit 80 euro. 80 euro, me 50%, 40 e pagun rana 15 dite. Mirë po shpresojmë që kena me respektu mas pari, se është një diçka e re për komunikacionin në Kosovë. Edhe po shpresojmë që ka me letu atë pjesë të komunikacionit rrugën Agim Ramadani, pastaj atë pjesën për me unë gjitë tek shkolla e mesme Sami Frashe me vazhdu tutje. E po shpresojmë që ka me bo mirë. Aty ke shënzimi i parë më do këta, mas ju shkru rruga e re. Nëse na bën mirë me qitë edhe dika tjetër, se ka dhe vende tjera që ka nevojë të tilla. Për ata që nuk e din, kryeqyteti para mbrëm nëse s'gaboj, kanë tregu kur është shtru edhe rruga Agim Ramadani që është në përfundim e sipër, tregun që qysh ke titulli Yellow Junk Boxes diçka e ngjashme. Kutia e verë. Edhe kur e lexova në fakt nuk e kuptova fillimisht se çka është fjala, e pash videon e krejt, po nuk e kuptova se çka janë ato shenzime. Mandej hyra në internet edhe pash, domethënë me sqaru kështu pak ma shqip. Ju që prisnin kolon, edhe njëkohësisht jeni në kryqëzim, edhe bllokoni atë kryqëzim, domethënë ata që vinë prej rrugëve të tjera nuk munden me kalu për shkak të kolonës. Tash kjo më nuk ndose, nuk ki drejt me kalu vjen e verdh nëse para teje shet që ka kolon. Edhe nëse të hapet semaforit, edhe nëse të hapet semaforit, ti dush me qëndru larg asaj kutisë së verdh. Edhe në këtë mënyrë shiritat e tjerë kanë me pas mundësi me bo kthesa, me vazhdu rrugën, pa e penguti, pa e bloku komplet komunikacionin. Një farë mënyrë kanë me na detyru kështu me qenë të kulturum në komunikacion. Me bo kujdes. Ose dënosht 80 euro. Po, 80 e merë, do më thonë, dënimin si kur gjajsh. Qka shion më së shumë ti? Do më thonë, qka shion më së shumë ti? Që thu që qëta e shiej shumë, qoftë edhe për gjësende, jeni inspiruve së i gjatë këti vikendi shumë për qka me folë me shiju, po e shijojmë na një kongë që që e kena, është një kongë e re që vjen prej Angelos dhe Kanitës, pastaj po vazhdojme po presim, s'po më shuoti qka, s'diqka e gjatë. Okej, na dina mja bo kështu njëherë dhe masanej me bo një restart vogël, se s'di qka e gjatë. Po hajtë se pe morëm një mdokët që e patëm telefonatën e parë, pas ka ikë Taniel Shojna Angelon u blokuat ndret. Blokuat ndret. Ai po bllokohet komunikacioni, s'po bllokohet një kompjuter, po mos vaj gora valla ide. Nëse më edhe një herë për ju që nuk patët mundësimin atë dëgju prej fillimit, çka shijoni më së shumti? Kjo është pyetja për ditën e sotme, si mi tha, jo vetëm gjëra materiale, po munden me qenë edhe ato, pse jo? Janë edhe ndjesitë, janë edhe personat, janë edhe
momentit, çka do qoftë që ju e shijoni, ose nëse është diçka thjesht e momentit, për momentin e ndritjes tu e shijoni kafe. Edhe kjo mund të më qenë diçka e momentit që ti e shijon më shumë, ti është ai momenti i ditës ose pas një pune, pas një suksesi, është diçka që të bën me shiu shumë më shumë. Po më duket muzika kënga është gati. Ja, s'është gati. S'është gati se domethënë kena probleme teknike, po deri sot bëhet gati, tash na më kallzu për pak. 049 978 është numri jonë i telefonit, po e presim telefonatën e parë për sot. Alo. Ju lutem, jo përmes televizorit më na dëgju. Nëse. Po më duket është ajo telefonata, a din që na thirr edhe veç na lën kështu. E ke përmend që është një telefonues ose telefonuese veç thirr edhe na dëgjon edhe ndërprin, që kaq. Para ashtu mund të na shiu përmes televizorit, jo me na telefonu, me na blloku linja. Ka është puna tina, domethënë, çështë gjithë i ndodh, nëse. Shkojmë deri te petrolli, se po e shoh që për 2 cent që kanë rrit pak çmimet në këtë pikë. Okej. Jo në të gjitha, se javën e kaluar kemi pas një pikë në Çaklavis në të dy anët, kanë qenë 13 edhe benzina edhe nafta, ndërsa tash në Arbri, në magjistralin Prishtinë-Mitrovic apo në Prishtinë zonën industriale këtu te rrethi Arbris, shfrytutit e Projnjalmet apo? Po Projnjalmet që del për tek rrethi aty tek ambasada. Është ndoqët një prej pikave më të reja të Petrol Kompanisë, ku e keni edhe benzinën edhe dizelin për 1 € 15 për litër. Këto janë shpimet që i gjeni në këtë pikë aty. Edhe shkoni, furnizoni, edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese. Superloja po vazhdon hala me shumë shpërblime që janë duke ndarë ata çdo javë apo çdo muaj. Edhe plus e keni ofertat në Bie për restoran, keni ushqime për drek, për mëngjes, për darkë, çka do të keni super oferta. Po vazhdojmë, po presim informata rreth komunikacionit, po e pamundshme për me shumë me transmetu këngën e parë se diçka i ndodhi këtij kompjuterit tonë. Për mos me bëni restart, po e presim telefonatën e parë. Ka rrit një foto, na ka dërguar Blerina, po na thotë që është tu na dëgju prej punës. Faleminderit shumë Blerin për foton. I kena lyp do foto edhe javën e kaluar, kena thonë kur jeni në vendet punës, më na dërgu foto për me shumë më pasën cilat pjesë jeni, prej ku po na shikoni, po na dëgjoni, vish për shef kështu, po dojna me i pa, por ndryshe për juve që doni me fitu një vetur Avatar 12, Go Plus ka bën një lojë shpërblyese edhe po i dhuron 12 vetura Avatar. 8 Kosovë, 8 Shqipëri. Kreçka duni me bosh me pini Go Plus edhe me dërgu atë kodin që keni nër kapak në webfaqen lojagoplus.com. Atu i mushni krejt dhanat edhe boni pjesë e lojës shpërblyese. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Muharremi nga Vitia. Si e Muharrem? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, jo, si po kalon. Qysh e ke pas ditën sot? Dita mirë, mos i bukur me diell. Po më vjen shumë mirë. Vikendi ç'ka qenë për ty? Se sot kena me vet ka pak edhe për vikend, po dojna me ditë. Vikendi ka qenë superior. Çka ka pas që ka qenë kaq i mirë? Ka qenë festa e limojit. Po. Edhe masaneja tu ka lidh për limojit vikendi tyja? Po, unë i lidhe zakonisht. Që si kena qef na me një. Ejte premte shtune dillet deri sot, do më thonë s'ke punua, po? Po, unë qartë, unë e kam flade kam. Po më vjen shumë mirë, pse e ki flada, a jetu punua jo? Jo, unë nuk punoj, vetëm më rri kot. E pse rrin, tregom? Po, kushtet e mira. Okej, do më thonë i ki kushtet për me nejt? Kushtet, po. Po punojnë tjertë për ty, a? Qatë ty ke dalë, basta të gudot me dalë. Bravo, po më vjen shumë mirë që pas ka kush me punu për ty. Po. Po më vjen shumë mirë. Hajde tregom, a e ke po temën për çka po flasim? Mund është më mandimu paka shumë se o largova. Që ta ndimon Fiona, dhe sa të ristartojsh kompjuterin. Po, ta Marem, për flasim, a ke marem, apo? Ti që punojnë për ty. Ti që punojnë për ty. Po për gjërat që na shijojnë më së shumti. Çka cilat janë ato? Gjërat që na shijojnë më së shumti. Po çka shijon ti më së shumti? Pitja me gjiz edhe me Go Plus bashku. Pite me gjiz me Go Plus. A ke provuar me çukode se cimi e përmendi më herët që është loja shpërblyese për Avatar 12. Luj vazhdimisht. Bravo. Suksese, turojmë suksese. Faleminderit shumë. Kush ka me ta vozit mandej veturën nëse e fiton? Do të me gjetë një qofer. Do të me gjetë një qofer. Se vetë me vozit ma mund menja që se vozit. Jo, më shfarë të s'lodhët kjo kësisene më zbaj gare. Më nuk lodhësh edhe vetë me vozit, se është elektrike. Ja. Pritaj edhe me vozit. Okej. Ani suksese. Faleminderit shumë gjithashtu. Hajde të përshëndes. Tung. Emriton e vetur një shofer të mirë për gjetës. Moj fion, do më thonë, nuk punoj se ka kush punon për mu.
edhe me fitu tha veturën se voziti gjërat veture mos me vozit vetë, domethënë s'e kuptoj. Se pak në fillim me provon, po mande jo. Yellow Bugs Junction kanë këto. Unë më herët domethënë thash ke tjetër Yellow Bugs diçka e thash, po çka thash mas ne nuk e di. Po Yellow Bugs Junction, kështu e pas kanë emrin apo kutia e verdh. Rujo pionzan që kjo kutia, çfarë s'di me thon. A mo vish një e keni kryetat për momentin, kështu. Se me bom ju nxon që kjo kuti mos vet hiç. Nëse shumë herë mas haru në komunikacion kur e kanë bllokuar njënin shirit edhe ti s'ke pas shansa me depërtu në shiritin tënd për shkak të kësaj kulture. Apo mësohemi se është edhe pak jena mësuar, domethënë hajtë se jemi çani adaptive ato, po thuaj që hajde po shpresoj. Po mendoj që po. Ata që se respektojnë e kanë dënimin e merituar. E ngarkuar është pjesa nga rrethi i ambasadës deri tek stacioni autobusëve, e ngarkuar është qasja ose dalja e autostradës në Vetërnik me kolon këto momente për mirëqas rrethit të Çaglavicës e keni me kolon të gjatë pra këtë pjesë. Alo, përshëndetje që pion tjetra. Hajde përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Avedin. Hajde Avedin, si je? Mirë. Që shkoj kjo fundjavës të rëzgjatur? Vallo, e katastrofë, ma ka nalë telefonin në këmanë të sheshin internetin. Se? S'ka du pa ko dhe s'ka pas kush me ta ristartua? Po, ti pedin se kur këtë mo? Si kur këto, jo, si me pat njëtin problemi, telefonoj, tha, mundesh me malë shu dërit hanën, tha, po, pa probleme dhe qaq. Po të shtunën e kom paguat tek të satë malëshun. Derisa, okej, të është dash mi telefonu, mi thonë, a mundën i me lëshu se e kom bo pagesën veç derisa të hynë sistem, do shta? Provoje, apetit, provoje. Kam intervenue edhe djallin e hoqës e kam atë. Edhe pra kur që su bo. Vjen keq, pas ka kompani skila. Vjen keq. Stalshun. Sad men dhe elshun. Se? Jo seni, a e një mirë. Mira Bedin, qka shion më së shumëti, tregom ti mu? O, mas shumëti e shijaj natyren e Kosovë. Natyren e Kosovës, shumë e mirë kjo. Cimi qka deshti me thonë falë se nuk i lash me ndërhy, është që dush me marë Ipkon për shambull, edhe nuk i me pas kësi probleme. Ipkon mërë e kam? Ja, Ipkon s'ka kësi probleme. Realisht, edhe unë jëm përdoru se Ipkos edhe nuk na ka ndodhur diçka e tillë. Se na kallzum prej asojna që na ka ndodhur vetë, domethënë, apo thash se kum harru me pagu, unë thash kum harru. Bëj kë ka harru, ti bile pas ke pagu. Pa deri nesër këtë kohë pa problem. Ne kum paguat shtunën 3 ora, kom intervenu mas 5 orëve, tha po këshirëm edhe apet se kësud. Nëse. Vjen keq. Po sidoqë të jetë, na nuk kemi probleme të tilla me Ipkon. Edhe internetin e kemi gjithmonë me vete nga do që shkojmë, kështu që duhet me zgjedh më të mirën. Megjithatë, edhe në kompanitë më të mira, me shërbimet më të mira, ndodhin ndonjëherë keq kuptime ose thjesht ka qenë edhe një vikend i festave, ka pas ndoshta edhe mungesë të punëtorëve, sidoqë të jetë. Tregom ti natyrën e shihen më shumë ti. Cillën pjesë të natyrës në Kosovë? O, shalën e Bajgores edhe këtë Bogën. Edhe Bogën. A shkon shpesh? Shpesh shkoj. Bash beli partje jam kon shal Bajgorës. Shumë mirë. Shumë mirë. Faleminderit shumë Abedin që gjithmonë me neve. Ju përshëndes. Hajde tung të boft mirë. Mirë të lëng që me javë të mbarë. Stu pikja diçka, po nëse. Na e kena ujë rrugovën për me pi, po para se me marr telefonatën e radhës, po duam ju rikujtu juve që keni me udhëtu në drejtim të Kosovës nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu dhe Anasjeltas. Mos harroni se tani e keni edhe destinacionin e ri për me shku në Paris për juve që doni me shku, edhe për ndaj date speciale për juve që doni me shku edhe fëmijë Disneyland me u kënaq atje. Keni mundësinë prej Prishtinës direkt në Paris me pristinaticket.net. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet mentor Duraj, tras direkt prej Calgary, i Kanadaja. Hej, mentor, si kalon? Mirë, faleminderit. Mirë, po ju. Mirëmëngjesi për juve atje, Pipian, mirëmëngjesi. Ashtu, bravo, të na është ora 13 minuta me gjesë. Po, do më thonë, po të bika me pi kafën me neve. A është hera e parë që bëna thira, po? është hera e parë. Po të gjëm të pi kafën. Okej, të boft mirë. Ju boft mirë. Të boft mirë. Çka shijon më shumë ti? Po varet nëse është shia,
për ushqime, se kena cekna, veç e kena lënë kështu. Do më thonë tash ti zgjedhë çka shijon më shumë. Po, për shembull, a do i bëna ide, çka më shiju, shijon natyrën, shijon kokën. Po, mundet me kanë me shiju natyrën, se për çata nuk e kena cek, e kena lënë për me dikush e kanë diçka që e shijon shumë. Unë për shembull shijoj vozitjen me Toyota. Fiona vozitjen, ndëgjuesi më herët ai shijoi malët në Kosovë kur të vi, se ka bukuri të mira, dikush më herët po diçka tjetër, ti çka shijon më shumë? Ma unë shijoj kamarat makina, shijoj makina. Edhe ti makinat. Po. Ai don këtu makinat më sportive a qysh? Po, sportive po, normal. Shpejta si gjithë shqiptarët edhe shëtitje me familje me kësi gjohë. Shumë mirë për na vjen që na ke thirr e pas një ditë marti atje, faleminderit për telefonatën shumë. Shumë faleminderit, respekt për ju e veç po ata që bëjnë. Shumë faleminderit. Faleminderit, shumë vlerësojmë. Një ditë të mirë, ju ka lënë bukur. Faleminderit. Falakret shqiptarëve atje në Kanace, ka boll. Fatkeqësisht. Mjaftueshëm ka atje. Fatmirësisht, mirë është me pas shqiptar gjithë kanë botë. Po mirë është me pas, por këtu po kemi pakse. Po vinë edhe këtu që verës, ka pak para verës, ka dimri që shto mirë, faleminderit për sukseset e tyne, definitivisht. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Alo, përshëndetje, Enisa. Hajde, përshëndetje, Enis, si të kemi sot? Mirë. Si kalove këtë fundjavë, se po thomi weekend? Me shi ftoft. Me shi ftoft në Gjermani. A thash tim që ka me ardhur kjo i ftoft i Gjermanisë. A thash që fundjava tjetër ka me qenë ma e zvet. Ska pas edhe shumë veç një farë fryme e ftoft. Tregon çka shijon ti më së shumti. Unë e shijoj 2 sene. Hajde. Natyrë kur dal me hic, knoçna. Edhe kafen. Shijoj shumë. Po pra, e thash e ndriti është të e shiju kafin, është diçka që thjesht e momentit vjen e shijon ndoshta vetmin, ti veç edhe kafe edhe mendimet e tua. Mu ka bosh prej pa i pi 2 turke, nuk po më me plejt. Para gjumit, a? Para gjumit një pe pifi. Ti pin kafe për me plejt, a? Para gjumit, po, para me do. Po, para gjumit. Edhe ato gjezve në mos. A, kjo ka prej aty në kafe pirësve që ka që i bojnë. Po, që i bojnë gjysë litra kafe. Që pin kafe me bokal kështu, adin se si del, po. Kafe me bakal, bashkë me bakal. A veshe që këtë psiqike është kur dojë s'po pi kafe. Edhe filgjonin e kom të ekstra kështu të mata mësosh gjezvja. Vesh për kafin e para gjumit, a? Kafin e para gjumit, o s'mujsha me flejt një notë, s'mujsha, pa dhe ova, thash, ka kom mëre të quna, thash për ka dalë, s'mos në arru me pi kafe. Interesant, një plët njerëz dhe dhone që nuk i pengon kjo kafja, pirja kafes para gjumit. Shumë kom një që thujnë na pengon, dikush po e ka kështë rëpsisht të ndalume. One se kom problem një gjykim që aj vete pi, po të ne edhe kafe para gjumit. Ka na i spjegimi mjekësor, po me siguri është diçka interesant, na nusdi edhe nuk po flasë për këtë pjesë heq ma mirë. Enis, përshëndes shumë, falimderit javë në barë dhe shjef gjithë kafen. Tung, falimderit. Kalov shpirë. Ma herët po e përmeni Fiona Toyotën e për juve që dëni me u bo me Toyota, me shju vozitjen, me u knash me ato veturat hibride, mos harroni me vizitu Autotrade që është në Çaklavic. Aty i gjeni të gjitha modelet e veturave Toyota me 10 vite garancion. Alo, përshëndetje, telefonata radhës. Po, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, Batir. Si e si kalon? Po, mirë gjithë me juve, po ju si jeni. Mirë, falimderit, Batir, edhe ne mirë po kalojmë. Qyshe ke pas vikendin, Batir? O, mirë më në gjithë vëllaj. A ka pas në i sen interesant për këtë vikenda? Jo, a i shku na i kuna orë, na i kush me të vizitua? Jo, alla me qikjem, kom ne që të mas tuti. Ka pas mësafer, Batirin? So, mirë kalove. Mirë kalove. Mirë të imbe mirë shumë. Po më vjen shumë mirë. Hajde të regëm qka shion më shumë Batiri. Batiri më shumë të shion kur piqet Bostoni e ungjëna në Boston, e zgjidhen i Boston e hi energie e prej. Do më thonë ti mas shumë të shion kur të shkoa e shaqinit me u knash, tap, mjani erën, se për me ka një fararumet me kullushme. Qysh me dalu bre Batir shaqinin e mirë prej ati jetjekur? S'ki që dalën. Po nështë ta kona i me to. A edhe dikuj na pim shënjeri kështu, po do këtë që diçka, po tani kështu për me kur gjoheq. E këmpa një video për ato vijat, trashësia e vijave. Po ti ndresin edhe vijat ashtë. Po që ato adem? Por,
Mos pas na fak mirë, s'ki na fak shkon e blen tjetrin. Është një farë lotarie në veti, domethënë kjo puna e Shalcinit. Faleminderit Bater që na ke thirr. O gjithat mirat e kalofshi mirë, po që një faleminderit shumë edhe ti kalofsh mirë. Kolon ka për ata që po shkojnë. Po e di se domethënë Fiona e ka, po është domethënë qendrimin e ka vish drejt e ka qendrimin. Tash i kalon kërp, kështu çofa. Kolon ka çështja për tek rrethi i Çaglavicës, kolon shumë e gjatë. Kolon është edhe pjesa e daljes së autostradës për në Vetërnek atje. Kolon ka pjesa tjetër po nga rrethi duplex deri tek rrethi i ambasadës, pjesë shumë e ngarkuar dhe Fush Kosova po shihet e ngarkuar për tek rrethi i Fush Kosovës. Ja ku e kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Teuta. Hajde Teuta, prej nga po na vjen sot në emision? Unë e Prishtinës jam në realitet, unë sezonës veç zanë në fshat konat. Ku e ki shtëpinë në fshat? Cilin fshat? Natyrën e kam në Villa Natyra ku është ka. Okej. Norlan, okej. Atje domethënë ke një shtëpi zverore, a? Çuçi. Po, një shtëpi zverore kena ka. Edhe kështu që spra para policia jam që kem ajrat. Po. Unë shijoj maksimum verën dhe pranverën. Edhe gjithë verën, gjithë pranverën që ndron atje. Prej një muaj që marr dhe dhe tetor mo. Nuk livrit. Pra e kom. Tregon çfarë aktivitetesh bën atje? Çka bën? A ke mbjell diçka, me çka mirësh gjatë këtyre muajve? E kena boshçën, e kena pula. Sa mirë. Si ka tonë gjithë. Ama i ki veç për konsumin personal kështu edhe i shat? Po, jo. Veç për vete? Veç për konsum personal, po veç për vete. Pak boshçë, pak kështu bio krejt. Shumë mirë, kisha pas qef që secili prej nesh me pas nga një shtëpis kështu diku në përfshatrat Kosovës. Edhe me ik paktën për fundjavë, po këtij stresit për ditëshëm i paktën gjatë fundjavave. Edhe nëse s'ki mundësi me shku në për deti, në për Shqipni, në për Malzit, paktën shkon në fshat. Edhe me ajt pastër, edhe knaqesh. Faleminderit edhe kalofsh mirë. Presim prap. Ju përshëndes edhe unë juve. Faleminderit gjithashtu. Sa shumë motorist këm pa gjatë fundjavës tim. Po. Shumë motorist ka pas, edhe që po lëvizin edhe për te i Prishtinës me motora, me Vespa, do me thonë ato në përshtatshme edhe për rrugë pak ma gjata, jo veç për qytet, edhe pse për qytet janë ilaq, ajo s'ka diskutim, po edhe për rrugë ma gjata, të paktën deri ku mundesh me shku me një Vespa. Ku dush, është një grot që do me thonë bën një fartur në Evropë. Ata po, do me thonë komplet Evropë. Tu nis prej ty ne mundesh me shku ku dush. Veç dush me pas durim, edhe me gra ka dal, me uknash, me shiju, po ajo ka shef që ashtu. Dhe e di që mund është domethënë me dal me boat far shëtitje me shumë pak pare. E për krejt të pasionuarit pas motorëve, siguron edhe Cimi, keni mundësi me shku në Ventoro by Automita, Ventoro Motors by Automita, ata i kanë sjell disa modele të jashtëzakonshme, jo vetëm të Vespës, po keni edhe modele tjera, plus e keni aprilin në zbritje këtë muaj, kështu që shkoni dhe shfrytëzoni ofertat, edhe me 1,70 €, 1,80 € në ditë mundesh me u bë me një super Vesp, kështu që shko, testoj, provoj edhe zgjidhe më të mirën. Alo, përshëndetje, telefonata. Mirë, faleminderit, si kalon? U vënu sot për pak. Po, po më do të bllokoj si vëmiksi jon. Hajde, çka shihen më shumë për parimi? Çka shihen më shumë? Po, çka shihen më shumë? Çka shihen ne? Po, çka shihen ti? Zja shepni jo. Hajde tek shyrëm nëse na ka me diçka që ta porosisim. Po ne shoh larg shoh. Çka? Çka dush? Okej. Hajde belojna po bina diçka çka dojna na. Po të falenderojna shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim. Allah e rrit. Po kalosh mirë. Çe telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje, kush telefonon? Dani nga Austria. Kemi. Qysh je Dani? Mirë, faleminderit, mirë. Qysh e kemi Austrinë, Vienën? Mirë e gjeta, como thua. Mirë e gjete. Ke qenë Kosova, po? Po, qysh kalove, tregom si shkoj ki pushim? Mirë ka shku shumë, mirë ka shku. Weekendi ishte pak e mundim shumë dhe jeda këto, ama mirë kemi arrit shpejt. Jenë mirë, Dani. Çka shijon ti më shumë ti? Më shumë ti e shijoj natyrën edhe pemt, nga pema e shijoj dardhën. Dardhën? Si çdo ditë nga një dardhë e konsumoj. Cilat janë benefitet të dardhës? A ke lexuar ndonjëherë?
Kom lexu, ishin shumë të mira ChatGPT-n e kemi pyet. Se dashur me pyet. Çka thash ku jeni dashur? Cilat janë, çka thash ChatGPT-ja, cilat janë përfitimet e Eduardës? Është shumë e mirë, ose unë konsumoj zakonisht me mëngjes. Po. Edhe më thanë është shumë e mirë edhe përbashkëm, nuk po flas, unë me gjetë ju. Okej, besoj që ka shumë fibra, ka shoqëna natyrale këto, çka po më mërmendja. Hajde Dan, tregom ti e shijon domethënë konsumimin e Eduardës. Po sa i përket gjërave jo ushqimore, a ka diçka tjetër që e shijon me të vërtetë? Unë thash natyrën e shijoj shumë se jeti shumë, po thoj se çdo ditë nga 2 herë nga 2 orë si bashkë me bashkë. 2 herë nga 2 orë, domethënë total 4 orë në ditë vetëm ecje. 4 ditë po thoj se të 20 kilometra që jemi për çdo ditë, bile nga një herë më tepër, nga një herë më pak, më shkojmë me 25 pak është e tepër për njerëz. A më jemi mësuar tash besën tash euroshi se. Po tregom çka ke vret ndryshim prej besoj që s'ke ecë gjithmonë nga 4 orë në ditë, a? Jo, po unë jetë si thash ka edhe më tepër, ka më pak. Po çka ke vrejt ndryshim tek vetja? E kom vrejt se e kom bo domethënë një check-up të mjeku edhe është çudit se s'kam as sheqer, as s'kam yndyrë. Kolesteroli është këtë në rregull dhe për vitet që kam, më tha jam shumë i kënaqur me. Para mendon. More Dan tani e fshat mirë, se kesh du të ngu me vëmendje. Shpesh në emision, shpesh në emision të mëngjesit kom përmend benefitet e ecjes, studimet çka thojnë për ecje, metodat e ecjes e të tjera, edhe shpesh tingëllojnë pak si monotone, a din studime mbi ecjen, kish më thon dikush se ecje mo. Por shumë pak njerëz e dinë realisht benefitet e ecjes, sidomos natrit, po them kështu po flas edhe për vete. Shumë pak ecim edhe shumë pak e shfrytëzojmë qytetin, natyrën. Çto pak çka e kemi në Prishtinë, shumë pak e shfrytëzojmë. Edhe shumë keq. Se mandej po vjen ankesa, shpina, qafa, koma, dora. Ramendje tani kënej, po. Ju falenderoj. Vetë kena fajt krejt. Ju falenderoj që po më jepni pak hapësirë, por merr vërtet edhe sistemi kardiovaskular me ecje është shumë mas mirë të reagon. Shumë e vërtet. Trupi as të më thonë atë zemra, as kur gjë nuk është e tepër me nga më mushfrime, diçka me dha për shtepër, por ashtu me hapat normal, gjithçka shkon, dhe me thonë trupi e përballon shumë ma lehtë. Lumtë tani, faleminderit shumë, pas shëndet edhe jetë shumë gjatë me ecë halama shumë. Të përshëndesim shumë. Faleminderit edhe për juve. Mirë dëgjofshim. Përshëndesimin se thash përshëndetje Fiona. Shumë faleminderit shumë faleminderit tani se të kena ngu me vëmendje. Edhe po nëse po shkojnë atje në Albi Mall, po ecën ka vetë. Po shkojnë atje në Albi Mall. Po shpresojmë që e kum drejt. Kthehemi edhe një herë në 049978 për ndryshe krejt ju që jeni në këto momente duke u shoqëruar me Glam Radio, mundeni na ndjek edhe përmes YouTube-it, aty mundeni me pa edhe emisionin komplet, mundeni me pa pas orës 18. Po për ndryshe drejt për drejt jemi tani edhe në YouTube, jemi edhe në glamradio.fm dhe në koa.net. E gjithashtu në Glam Radio e Koa Vision. Petrol Company në Arbri e ka eurodizelin dhe benzinën 1.15, gjithashtu edhe tek Projin Jelme që del për tek rrethi Arbriz, e keni edhe eurodizelin edhe benzinën 1.15 për litër. Për çmimet e tjera të Petrol Company mos harroni me vizitu Facebook-un, edhe mi thoni u bë pjesë e atij komunitetit në Viber, aty mundën mi pa tani krejt çmimet. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje Cim. Po, përshëndetje Nusi, si kalon? Mirë, faleminderit, me juve shumë kënaqësi. Qysh e ke pas vikendin onu? Se s'pjo shumë ka 2 ditë tani që shto shumë kohë ne kena pas pak si të ftohtë se si ka qenë kështu që shtojmë na si mrol, po mirë ka qenë. Po, nuk ka ftoft 15 gradë, 16 gradë ka qenë, apo? Po, më për mësum keq? Po, për pini 25. Do ditë ke shumë nxehtë tani rrogë, që do ditë ka qenë deri në 30, 25, 6. Çka shijon më shumë ti?
Unë mas shumë të shijoj sportin, futbollin tim. Okej, se ka përmend deri tash kërkosh. Dhe më thonë, ti e shjen ma shumë sportin, futbollin saksisht. Futbollin saksisht, ja. Çka të bën me shiu? A ki far klubit veçantë që të bën me shiu futbollin, a në përgjithësi lojt e futbollit? I kam klubin ku jetojnë këtu në Gjermani, që jam edhe antari ty në shkoj ato edhe... Cili është ai? Është Bonheim, SSV Bonheim. Në cilën ligë është? Është Landesliga sigur FC Kosovë Düsseldorf, që është një të ligë. Okej, do më thonë është ligë regionale. Regionale, po edhe kështu me thonë drejtën Liverpooli. Ko ke gëzu si vjet? Si e da gëzoj, po pak. Si vjet jeni gëzu? Gëzim gjysmak, po. Pse po thua ashtu? Po na qiti Parisi, na qiti jashtë. Ska lidhe, kampion të Premier Ligës i një bo, kështu që diçka keni mora e ka në ekip që s'po merë kur gjo eq? Ka. Faleminderit që na ke thirr. Hajde, përshëndesim. Kalofsh mire pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit, nu të përshëndesim. Po bre dhe gjumi kur kush të tha. Ani mu gjumi si do mos pas një ditë të latshme, ai gjumi rahatshëm ose pas një ditë të suksesshme. Ani na dhomën e gjumit Dorian, oj, në ata po t'ja tashet, apo do më fort, apo do më bot ka dushte. Nese jo, po shkoni në Zahum. Po çfarë nese? Po se tha kur kush gjumin, që aty e pata fjallën. Po qysh jo, po shkojna që atje pi morë me zbritje zeshin krejt zbritje, edhe tavolina ngrënjës, po kur qohemi, kështu që nëse dëni mi po, te ki në Zahum mundri mi po. Më mëzojnë edhe lajmet e mira, lajmet që të regojnë që po zhvillot ky vend, po ka ndryshime, po ka përparime, edhe pse gjithmonë del dikush që s'është i kënaqur me atë vendim, si do që t'jetë, unë mendoj që kemi nevojë për lajmet mira. Ky weekend kishini mbushur me kronikën e zezë. Po mdoket që kanë edhe pizë. Edhe jam shumë e lumtur që s'kom pas internet me i pa këto lajme, pse po thuaj po i zgjedhin? Se di do më thonë... Sepse lajme i keq, tragjedia bën buj shumë se sa lajmet e tjera. Nishe lajme, weekend brez, vot në pak. E thash një ditune që lajmet e këqija shumë promovohen nga mediumet për shkak të klikimeve. Për shkak të klikimeve. Ndërsa lajmet për diçka të bukur që u zhvillu në çfarë do sfere, ato mbesin kështu. Ja se si u pa arsimi në plazh, po çfarë ti gënjeshtër, ai vërteta gënjeshtër. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Një dëgjuese nga Prishtina. Hajde, dëgjuese nga Prishtina, tregona çka shijon ti. Seriale humoristike. Po, cili serial të pëlqen më shumë? Ose cili personazh? Bashkallajku. Bashka çka? Bashkallajku të humorin. Okej. Bashkallajku të pëlqen më shumë ti, a? Okej, faleminderit, përshëndesim. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Po kemi humorista sa të dush. Sa dush, a? Edhe në përkuvend, edhe në parlament. Në dëgjoni. Sone prita, po kërkush nuk e tha deri tash to i film. Hajde vratu jetë. Unë shijaj domethënë ato spot e mrekullueshme. Çato është që shumë kur shkon në spa, je vetë mundesh me meditu pak aty edhe. Keni fashë atë aromën e spas. A din edhe po sa është kish bolla ato kisha shiu. Në Swiss Diamond Hotel Prishtina për ju që doni me shkumi shiu këto, mundeni me rezervon 038220000. Alo, përshëndetje. Përshëndetje juve. Hajde, ashtu kësor si e? Mirë, faleminderit. Si ke kalu? Se jeni mirë, bukur, si gjithmonë. Ç'është ke vikendi? Po vallai çështo musafir, shkon e kënd çështo që same. Po më vjen shumë mirë. Si na gërnosat më. Po edhe na nisë jena, domethënë. Nuk ka kur gjo, dhe të na naj musafir jam e shku dikon kur gjo. Për ndryshe është pak problem për me gjetë një aktivitet mirë në rrethin Prishtinës. Kështu për vikend, me tregu drejtën. Nuk e di që ka ndodhë, po është shumë problem nëse donë me shku dikon me familje, me bo një aktivitet mirë, është pak problem, po shpresojmë që kanë me uhap vendet që kanë mi kushturën si tila. Ti në iden me veti vjen e qelë këto vetë. Ja, një ide për verës, për vend rekreacion me bo. Qka? Me tja pashit e qadër ati vendet, dhe me bo cirk. I kënërë për mija bileta këshin këshirë cirk. Po, kësh me qenë interesant. Jo, kësh me qenë interesant, pse jo? Që anë pyshenës, kure kena pas temën, kthejna shpesh e kthejna, qka i duhet Kosovës, shumë pak foljet për qëtu puna, den.
Po, cirkën e kena të gashëm në vesh çadër me qita, vëden. Po aty aty pe diellën i çadër ja patën qit përpara, s'di çka bënën. Po, sa dhe çadrën ja patën qit, diçka u kanë fal çadrësh aty, veç mi pas shti. Çka shijon më shumë? Cirkun. Unë kam dy sene që unë kam shumë sene që shumë, po 2 po do të thekë jo, në fjala. Shumë shpejt. Unë e shihej, e thash edhe në koment aty, e shihej shumë breme verore, domthonë ulën në boshë, kam një farë shumë, e kam marrë një farë sene kështu. A dish kështu si fërish më thon, si pavion kështu atë. Okej. Edhe ulën aty si veron. Qetësia ime, e ndiq qetësi, e pidi diçka, këshyri diçka laptop, edhe me familje, ndërmjet familje që vjen. Deri 23 nuk hi në shtëpi. Domethënë e shijon çat momentin verës. Shumë. E shijon momentin. Ka presim pramjet e verës. Domethënë 3 orë minimum 3-4 orë domoshe. Por me data me. S'ka lidhje. Se menova dhe e dimrit në çat vend ku po qysh për shkun te dhe mramja e dimrit kish me qenë e mirë. Po, nuk e kam mbyllur kështu, nuk e kam problem mbyllur. S'ka lidhje në zjarr afër aty janë kënej. Besa kena lez njerë, e kena mbleni kështu me gazni si kontrakt kështu. A visha? E do në Gjermani këtu. Ka zgjidhje kur dal. Edhe e dyta cila ke? Dimrit te bën afet. E dyta cila ke? E dyta është unë që e shumë plazh. Nuk e di a tha dikush. Fiona tha me asresh tash po se keni kuptu, po? Kur shtrina në plazh, e shoh detin, e shoh ato konturat e horizontit, çfarë diun edhe jam ty ose të lexoj diçka ose të ngu diçka. A mo perëndimi i diellit në plazh pjesa më e mirë. Me të vërtetë është diçka jashtëzakonshme diçka. Po, perëndimi gjithsesi, po. Dhe lindja është e mirë. Ja, dhe lindja dhe perëndimi. Po. Por në do perëndimin detit më shku vetë. Ka pamje më të bukur. Kur jam me familje këta kanë qenë me dalë më shëthita, vëden. Se pret perëndimin. E mos ti thuaj hajde ju rrugës juju në Porriç të deri sot boter. Ja, s'ka ashtu. Po, e vërtet. Faleminderit që na ke thirr. Faleminderit bar, ju uroj edhe kaloni bukur. Faleminderit shumë. 049-978 edhe një numri i telefonit, Hacim. Pas ka shumë sanet që mund të më shiu njëri, domethënë. Se kanë herë kapë me vish për ato që qes se s'po mujna. Momentin se tha kërkush. Momentin i keq i mirë. E la, që doja tek jashtë toksorit jalë po e thash momentin. Momentin, po a pëshe shpesh domethënë ankohemi se po ka sanet që mujna mi shiu domethënë që s'kan as. Vajzat për shembull, vajzat shumë shpesh e shijojnë Good Hair Day që i thojnë anglisht apo ditën e flokëve të bukura. Unë të kanë taku përmend edhe më herët që ta jep një farë vetbesimi dhe në ndjenje shumë të bukur. Sa shkon te jeta. Te jeta Baholli Hair and Makeup e keni në qendër të shtetit bashkë në Tophane. 044 604 87 është numri i jetës për rezervime për çka do që keni nevojë për rregullimin e flokëve edhe për make-up shkoni te jeta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Afrimi për Finlandës. Që kam një përshtypje që Afrimi ka me pas shumë sanet mira me shiu. Është një njeri që e shijon jetën, definitivisht. Afrim, çka shijon ti më shumë ti? Ti ashtu jalë fundi apo s'pjal shojtron. Le, hajde. Unë kam zgjedh për sot momentin kur vjen nipi edhe vrapon te preferumi ti te gjyshi. Sa i mirë. Ai është momenti ma e mirë. Jetu e shiju shumë po mduket këtë periudhën si gjysh. Shumë, po. A je pajtimi që nipi duhet ma shumë se fëmiu? Ose dashuria është ma e madhe? Nuk ka dashuria ma e madhe, po ki kohë ma shumë më marrë me nipin, se unë nuk di, nuk moj dashurin, nuk moj do me grama, është problem. Është ndryshe. Është më ndryshe, ki kohë me shiju edhe është ajo ndjenja që nuk kiti tash obligime për me eduku me rrit me ku ta vjen me pjesën e kërviciloje ko po të sa e ke po çati deshta me thonë a ke po o afrem që thonë domethënë ai plaku bëhet fëmijë njëri bëhet fëmijë 2 hera po kupton. Janë dolojna, dhe kjo është një farë loje në vete. Nuk është çështja që ndoshta ki më shumë kohë me shiu, po ki më pak stres, se ti si prind ki stres të vazhdueshëm, shkollimi, smundja, qertja. Krejt këto janë stres. Ky e merr gati, shnosh e lë. Po, veç e merr, digi lum knoqesh, edhe mu nuk shqetësohesh se a shkoj nesër. Tash po dhe gjyshe që e kanë edhe atë barr.
po shijot më shumë. Momentin që lodhët i që ja zgoti kujna që Po kon, mere. Po mere, ti si pren. Po kon. S'monësh me. S'ki kujtja jep. Afrim, durojmë edhe shumë vjet me shiu nipin edhe shumë nipa e mbesa tjera. Kalon e mirë. Hajde, faleminderit. Dikush i shijon edhe dhurata, domethënë ka prej atyre që i shijojnë dhuratat kur të marrin dhurata, ka edhe prej atyre që i shijojnë kur të japin dhurata. Nëse doni me bëni dhuratë mirë, po mundeni me shku te Rubini në qendër Prishtinës në Albi Madhës në Ferizaj, edhe keni shumë aksesor të mirë, unaz me gur çmuar diamantit dhe jo vetëm tek Rubini. Alo, përshëndetje, telefonata e parafundit. Alo, përshëndetje. Hajde gaz, si kalon? Se mirë, faleminderit, ju si e një lodh. Qysh e ke pas ditën mirë? Mirë. Vikendi mirë? Vikendi pak i gjatë, më lodh më vikendi shumë. Nuk jam kështu tasha mirë e vikendeve gjatë. Sa, do më thonë, shtune e dile po thu gjatë, apo? Më pengon vallai, më pengon shumë si. Po e vojë ka pas ditëlindjen në 27 maj 27 vjet, tani e festum në kështu pak. Na shkoj dita pak. I gëzoft edhe 100 tjera e ju bot krenar. Faleminderit shumë, faleminderit. Çka shijon më shumë gaze? Pika do po çika më gaz. Çika, s'ka thumë, po. Qash e gozi shijon kudo që është, domosdoshmë shijon të mira të gjithë vend. Për shembull në Kosovë kur jam, kam ndodhur shumë shpesh me shku për shembull në Batllë, me marr në park, në gitare, me dal me grua, në shok, kështu që jemi ul bashkë, kemi në ide vonë për shembull deka, rendu dielli na knoq. Gaz, nëse do me shiu ma shumë Batllëvën këtë vit, po të ftoj dikon me një vend shumë special, me një festival shumë special, Kajak Fest, kemi shiu edhe kajakun, edhe muzikën, edhe ushqimin, edhe pjetë, edhe kampingun, edhe unë e cimi këna me qenë aty. Kjo vjen për krejt ju që më në të gjani për në shikoni. Ka venet bukura në Kosovë që më në shia njeri ju, dy me pak pare, nuk të që du dhe vasë shumë lek për me shiu e vërtet. Mu mërë shumë mirë se sot jëmë përmen shumë prej saneve që s'kan të bojnë kur gjo me parën, apo kuptojnë, e shioj një moment me dalë, du me thonë bashkësh aty, aty në kenë shumë sanet mira që të bojnë me ditë që munësh me shiu sanet mira, pa pas nevoj për me pas lekun gjë. Pa i që është baresën e shion ato borin mbromjen verore për nejse. Qatë teras me shiu një kafe kur të pin me shiu shatë moment. Ashtë shumë e vërtet. Kur i ki njerës të dashur rrëzitës gjithmonë është mirë. Njerës që i dënë dhe të duan, dhe më më gjithmonë çka do që të bësh është e mirë. Qëre, thuje vish njerës që i dënë, se a dojnë aty po relevante. Po me rëndësi timi dashtë. Se në ta që diskutohet kjo punë. Unë jam me fatë që i kam i familjet mrekullueshme, i kam 2 fëmijë të mrekullueshëm, kur zgjona mëngjes, domethënë asë një ditë nuk bën. Me ndodhë që vajza mos marrë në ora 8 në maqentirën, me nikën edhe mbesën, dhe kjo është lëmëtëria ime më madhe një. Faleminderit o Gaz. Faleminderit edhe për juve, e kalën e se është mas mirë, vikendi përna i prish planët. Jo, shkort po është 2 ditë, mëse bët madhe. Hajde. Ton, kalësh mirë. Për ndryshe, që kjo që po vjen është telefonata e fundit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Apet Seferi. Qysh bre Apet, po sot s'ke thirë o Sefer? A ke thirë javën tjetër, javën e galit. Para 2 muje. 10 dite. Jo, 10 dite, ose të javësh. Hajde Sefer, hisë është problem, na ju presim çdo ditë për atë arsye dhe jemi këto. Çka shijon ti më shumë ti? Mas shumë ti, tash ti përshjoj me bicikletë. E kom në bicikletë që e 4 muaj. Sa mirë e gëzofsh. Edhe çka, ku shkon me atë bicikletë? I shijoj bjesht, mas shumë të fotografoj bjesht. Fotografoj pashtrikun, koritnikun, bjesht e sharit, mas ande bjesht e nemna, po piktujt dar. Mirë po ma keqe është që s'po kom një farkerri, e me dal ka herë, jo ka boga, jo ka kuqishtja, qështu. E ku po dal me bicikletë? Dalë në kërshë të marë, ma shumë të dalë herë, balë cërk, qështu. Ani mirë shumë. Edhe shion pamjet, edhe aktivitet fizik, pse jo? Edhe rrunë natyrën. Edhe shpirt një knaqëm, shtu në di vetër shumë mirë. Shumë mirë, kjo është me rëndësishmja. Sefer, faleminderit shumë, së haro dhe një dzot me pi, masi ta krynat udhëtimin tënë me bicikletë, me marë proteina, se të vynë tani për të nesërmen.
mi regeneru muskujt. Faleminderit shumë. Faleminderit secilit për ju që keni qenë me neve sot. Uroj që keni shiju çdo moment të këtij emisioni, uroj që keni shiju fundjavën, keni më shiju edhe javën që po na vjen në vazhdim. Edhe keni më shiju komplet verën, se vera definitivisht e ka atë lezetin e vet, nuk ka të krahasuar. Kështu që po i presim edhe diasporën, po i shohim targat që vazhdimisht janë tu qarkulluar për kryeqytet, edhe sidomos gjatë këtyre ditëve që kanë pas edhe ata pushim. Ne kemi me qenë bashkë edhe për një orë përmes frekuencave tona, ndërsa për ju që s'keni mundësi me vazhdu me na dëgjush, jemi nesër nga ora 16. Deri nesër mos harroni me bota që doni me botë gjithmonë me jap shumë dashni, paqet plot shëndet.